Shumë urime për ne, shumë urime për ne, shumë urime për Gjenin dhe Xhulin, shumë urime për ne. Si që mund të keni kuptuar, unë dhe Xhuli jemi ditëlindjen sot, plot 33 vite jetë. Oh mio Dio. Çfarë jetë? Jam shumë mirë njohëse për jetën, jam shumë mirë njohëse për çdo gjë që kam, hy në këtë vit të ri jetë me zemrën plot dhe me një mirënjohje që ndoshta më parë nuk ka ekzistuar kaq e fortë. Vendosëm dhe unë dhe Xhulia të bëjmë një video reflektimi, sado e shkurtër të jetë. O Zot, çfarë them? Çfarë viti? Viti që sapo lash pas, qoftë sepse ne e nisim vitin, por nisim edhe vitin e jetës. Viti i ri, por edhe viti i jetës, sepse janë të dyja kaq ngjit me njëra tjetrën. Unë jam një person që lutem dhe falenderoj shumë, edhe them gjithmonë Zot faleminderit për çdo gjë që kam, për ku jam, sepse jam në vendin e duhur, në kohën e duhur, sepse ti më drejtove këtu. Unë them gjithmonë në falenderimet e mia që jam falenderuese që rritem çdo ditë nga pak. Nuk duhet marrë për të mirë qenë as një hap i vogël që hedhim në jetë apo në drejtim të çfarë do lloj gjëje që kemi në plan. E rëndësishme është të rritemi, të ecim, të jemi të lumtur, por e rëndësishme është dhe gjithashtu të reflektojmë, të kuptojmë ku gabojmë, ku zgabojmë, çfarë duam, çfarë s'duam, sepse kjo do të thotë të jesh qenie njerëzore, kjo do të thotë të zhvillohesh. Kështu që gjëja për cilën jam më shumë falenderuese për vitin që lash pas, 32 vitorin tim dhe 2025-ën, është që u mësova si mos të jem kaq ashpër me veten. U mësova si të jem e pranishme, si të jem falenderuese edhe kur thjesht po rri, sepse nuk thjesht po rri, thjesht po jap kohë gjërave. Një nga huqet e mia më të këqija është padurimi. I duaj gjërat. Edhe nëse nis diçka, pse s'u bë, sepse unë i duaj gjërat shpejt. Por pikërisht një nga sukseset e mia më të mëdha është stërvitja e mendjes time, e vetes time për të qenë pak më e durueshme. Të nis diçka, edhe e di që ndoshta nuk do bëhet direkt, se do kem shumë rënje, shumë pas suksese në atë gjë që po bëj, derisa të bëhet gjëja e duhur. Dhe jo sepse unë nuk di, po sepse ajo gjë që po dështon nuk është e duhura për momentin. Dhe kjo gjë është një hap shumë i madh për jetën time. Jam shumë falendëruese për ndryshimet që ndodhen në jetën time, që më në fund u bashkoha me Kelin në një shtet që kemi shtëpinë tonë, që po ndërtojmë familjen tonë. Jam shumë falendëruese për familjen time. Jam shumë falendëruese që gjithmonë më mbështesin, që më shprejnë dashurinë, që më kuptojnë, që më qëndrojnë afër, që janë të mit. Jam e bekuar me ata, realisht. Mesazhin e parë, normalisht, ma dërgoj Xhulia dhe çova Xhuliës dhe është një emocion ndryshe. Xhulia mund të duket pak më e rritur se unë sepse ka dhe një fëmijë, kur gjithmonë unë kam qenë e madhja, 10 minuta para, ajo është pak më e rritur se unë sepse në shumë gjëra më drejton në jetë, më këshillon dhe nuk mund të kisha motër më të mirë për të darë këtë ditë, sepse e dim që brenda në egoizmin tonë gjithë duam që ditëlindja të jetë dita jonë e veçantë, dita jonë, por unë Zot faleminderit që këtë ditë ndaj me një person të jashtëzakonshëm siç është motra ime dhe çfarë të mirë ka bota ja uroj asaj. Dhe kaq. Kjo ishte reflektimi im për këtë vit të ri që po filloi. Dhuratat fizike janë shumë të mira. Keli më dhuroi një Kindle, domethënë, sepse unë lexoj shumë. Por dua të lexoj italisht, siç e bëja edhe në Itali, që lexoja në gjuhë të ndryshme sepse biblioteka në Itali e jep këtë mundësi. Ktu jo. Edhe po thoshte Keli, nuk jam shumë i mirë me dhuratat, më thuaj çfarë do që mos blej diçka kot. I thash dua një Kindle që të lexoj. Nuk e di si do jem të lexoj online, domethënë keni parasysh si në kompjuter, por e dua tha sepse duhet të kem mundësi të lexoj çfarë dua unë, edhe shkrimtar italian, edhe shkrimtar spanjoll. Dua thash që të jem gjendje të lexoj siç kam lexuar.
Më dëroj një Kindle. Më erdhi, nuk e kam hapur, më ka ardhur që të shtunën, sot është shahan, është 12 janar, kështu që staty. Punata më bëri shumë dhurata bashkë me Dajën, ndërtoj një palto që e kam dashur, kam kohë, kështu që jam shumë falendëruese edhe për ata dy që i kam hapur. Unë i kam bërë Xhuliës disa dhurata, që shpresoj të kemi mundësi t'ja çoj sa më shpejt. Dhe ajo më ka bërë mua, por fundja, siç thash, gjërat fizike janë thjesht gjëra fizike, nuk ka rëndësi, është këtu dhe këtu çdo gjë që ka rëndësi. Kështu që faleminderit shumë për çdo gjë. Unë nuk se do bëj ndonjë fest, sepse nuk se jam person shumë i festash, por mbas pune i thash Dajës dhe nuses Dajës dhe kushërirës normalisht të vinë tek restoranti, pak të ndaj tortën gjithë bashku, do jem të ditën me Kelin, nuk e di se çka ka përgatit, s'm ka thënë gjë, të mi drejtën. Unë nuk jam person surprizës, fun fact, nuk më pëlqen fare surprizat, i urrej. Ma thuj direkt, nuk dua të surprizohet. Kështu që kjo do jetë ditëlindja ime, nuk do ketë asnjë gjë shumë fancy, shumë estetike, shumë kështu, më thashë. Thjesht një ditë e zakonshme, mbushur me dashuri, kur normalisht unë jam qendra vëmendje sepse është ditëlindja ime, është një festë ndërkombëtare. Shumë faleminderit për çdo gjë. Paçi. 33. Ky është numri. 33. Janë sot para 33 vitesh, mami im sillte në jetë mua dhe Xhenin. Në 93 e lagët. Okej. I thash më mamit, shiko më shumë se unë dhe Xheni duhet festohesh ti që para 33 vitesh, në gjitha ato sfida, në gjitha ato kohë që nuk është si sot, sollën e jetë dy binjakët. Seriozisht, heroinë e vërtet. Edhe duke menduar këtë gjë për mamin, për një reflektim për jetën time, ja thash edhe bashkëshortit tim me sinqert. I thash më duket sikur 33-shi po mos sjell me mbyllje të një cikli. Më saktë, unë para 20 vitesh saktësisht, sapo kisha mbushur 13, unë dhe Xheni, erdhëm në Itali. Na solli babi për një përmirësim në mundësinë e tij, domethënë që të na jetë më të mirë ne si fëmijë, si familje, na solli këtu që të kishim studime të mira, të kishim më shumë mundësi. Edhe pas 20 vitesh, unë jam këtu me bashkëshortin tim, me fëmijën tim 1 vjeç, që mendoj, reflektoj me jetën time dhe them, okay, tani jam unë, më takon mua të marr hapa në jetën time për një përmirësim, për një shndrim, një transformim më të mirë që pas gjithë atyre që kam kaluar këtyre 20 viteve. Marrë me kapin, jashtë kamerës normalisht, sepse për ndryshe unë nuk ja dal dot të flasë dhe të lyhem, për çfarë, unë ndjem lyr. Gjithsesi, të reflektojmë për 33-shin. 33 është më vërtet numër goxha i rëndësishëm. Përveç faktit që kudo sido se ta kthesh është po 33, po ato dy numra janë, edhe në të njëjtën kohë mendoj për këtë arsye unë e shoh si një numër për mua transformues, për një vit, për mua vetmimtar në kuptimin që jam unë ajo që në këtë pikë të jetës time do vendos ku do shkoj, çfarë do bëj, si do e marr rrjedhën, çfarë detyrimi do marr, edhe është pikërisht ky mentalitet që më është rrënjosur që kur vjen 2026, duke ditur që ditëlindja ime është që në fillim të vitit, atë e kam filluar me këtë optimizmin, me këtë jo optimizëm tipa t'jem kështu duke harruar që ka gjëra që nuk mund t'i kontrolloj, edhe pastaj më bie rënjësi, bum, zhgënjim total në momenti që dihet disa gjëra nuk mund të shkojnë siç dua unë, por një optimizëm në kuptimin që e kam unë në dorë, unë vendos unë për gjërat e mia, do vendos unë për gjërat e mia, kështu që përderisa unë kam kontroll për disa gjërat e jetës time, atëherë në këtë pikë nuk mund t'i lëmë se do bëhet sot ose do bëhet nesër, apo të bëhen portace, apo të harraqe, të harroj disa gjëra për cilët e di që duhet të punoj dhe duhet të luftoj. Kam mësuar që e di që duket klishe, po që mbështetja e vërtet dhe pa kushte vjen nga ata persona që, nga ata 5 persona që nga mëngjesi në darkë janë me mua, bashkëshorti im, prindërit e mi, motra ime dhe vëllai im. Dhe edhe sot harbri normal ku tjetë mosh për të
për të ma thënë me fjalë, por thjesht ta kem në jetë më bën që disa gjëra që unë dua të arri, të vinë pikërisht nga forca që më jep të jem nëna e tij. Dhe kjo është ndryshimi që mua më gjen. Edhe vjet isha nën, po vjet isha më vulnerabile, vjet isha kështu, domethënë, një moment isha këtu, një moment isha këtu, nuk kisha ajo e vendosur, ajo plot karikim, plot energji, plot bindje që jam sot. Në 33 më duket si një numër katarsis, më duket si një numër që po mbyllet një cikël. Unë kam 20 vite në Itali, eksaktësisht 20 vite në Itali, kur erdha për një mësollo, për një jetë më të mirë, dhe tani jam unë që pas 20 vitesh duhet vendos për 20 vitet e ardhshëm për ardhmen, për veten time, për bashkëshortin tim. Domethënë unë dhe ai që do vendosim për të ardhmen tonë. Edhe kjo më duket si mund të jem si një shenjë nga Zoti që është mbyllja e një cikli dhe që vjen dorë për dore bashkë me fillimin e një cikli të ri. Edhe është kështu si po e përjetoj këtë 33. Ju e dini shumë mirë që unë jam binjake, që kam një motë binjake, edhe duke parë si modelohet jeta ime, si po merr formë jeta ime, shoh në të njëjtën kohë një ndryshim analog në jetën e Xhenit. Pra edhe pse domethënë jemi për momentin në drejtime kështu, sepse edhe thjesht fakti që jemi në shtete të ndryshme, me një stil jetë më ndryshëm në moment, e di që jemi në ato drejtime të ndryshme që kemi në atë moment për të bashkuar në një farë pike. Edhe kur po episodoj, çfarë më të thash? Edhe ajo ato po më thonë të çuditërisht, pa episoduar, pa diskutuar me njëri tjetrin, po thonë pikërisht edhe ajo ato po thonë që 33 më duhet një vit transformues, më duhet një vit që themi, okay, let's stand our ground. Do të thënë që Giulia, nuk do bëjmë, s'ka që se, po s'ndodhi tani do bëjmë herë tjetër, ose kjo jo, është do ndodhi tani, duam ta bëjmë tani, do ndodhi tani, do e bëjmë tani, nuk mund ta lëmë më për kohën tjetër, për më vonë ose për ta vëmë pikën mos të ndodhi më. Pra ky është 33, si ndjehet për mua që e kam parë që ndjehet edhe për Xhenin. Çuditërisht na ka gjetur në të njëjtin ide, në distancë, në të njëjtin ide, në të njëjtin mentalitet, në të njëjtin frym, edhe kjo do thotë edhe të jesh binjake. Unë kam 33 vite, nuk e kaloj një ditëlindje vetëm. Këtë vit e kem kaluar në distancë, kam fjalën, por kështu me idenë që okay, sa të jash vetëm dita ime. Jo, edhe nuk do ndodhet ndryshe. Nuk di si mund të ishte ditëlindja vetëm unë. Domethënë për mua të jem binjake është çfarë kam ditur këto 33 vite. Edhe kur kam pasur momentet e mia më të errta, e vetmja gjë e sigurt ka qenë kam Xhenin. Është binjaka ime, është Xheni. Kështu që sot ditëlindja e 33, sapo e përsëris aq shumë numrin, është një ndër bindjet më të forta që kam. Si fakti që jam nën, si fakti që kam një bashkëshort krah timin, si fakti që kam dy prindër që çdo vit që kalon më shumë jam krenare për ta dhe më shumë jam falendëruese për ta. Për Ronaldon, nuk e di domethënë të jetë një vëlla më i vogël se vetja dhe në të njëjtën kohë të jetë mbështetje dhe inspirim dhe frymëzim. Sikur është më i madh se unë, nuk e di. Por në gjitha këto pikat që unë kam, North Point që unë kam, është fakti që Xhenin e kam binjake. Dhe sido që të marrë jeta, ora mund të jem pikën më të ulët, mund të jem pikën më të lartë, vetëm gjë që nuk të ndryshoj asnjëherë. Nuk e di, mund të shtuket çdo gjë, por fakti që kam Xhenin binjake është, nuk e di, më jep një lloj force, një lloj bindje që vjen vetëm nga fakti kur e di që je binjake. Se u zgjata pak dhe fillojnë edhe telefonata tani, por për të thënë që e mirëpres këtë 33 me krahët hapur, me zemrën e mbushur plot, me duar plot, por duke ditur që duke ecur, duke kaluar koha, duke u rritur më shumë, do lirohet hapësirë për gjërat më të mëdha, më të bukura dhe plot kuptime, plot dashuri, që të më sjellë Zoti, që do më vinë. Sepse ky 33 e di që është pak më për mua në mendjen time, viti që është sikur është një rebirth, është si një rilindje. Shoh arbrin, e shoh dhe them, okay, e di çfarë duhet bëj tani, e di që tani nuk kam lëkundje, tani nuk kam dyshime, tani nuk kam, okay, se dalë për nesër, okay, se jo, tani mund të shoh vetëm përpara, ato që nuk bëhet, lëre, on to the next thing. Fillo për gjë tjetër, kërko për më shumë, kërko për më mirë, sepse siç më ndodhi para 20 vitesh,
13 vjeçe që u hova në një botë komplet të re, pa e ditur si do merrte, dija vetëm që kisha prindërit aty, kisha mbështetjen e tyre, kisha motrën dhe vllajën Krameje, e di që në këtë vit, pas 20 vitesh, me prindërit gjithmonë aty, motrën dhe vllajën gjithmonë pa diskutim aty dhe Xhenin Krameje në çdo hap për të shtuar fëmijën im dhe bashkëshortin im, mund të hidhem ku diun në mes të errësirës dhe e di që do dalë në dritë, sepse unë mund thjesht të përmirësohem. Me ndihmën e Zotit, me udhëheqjen e Zotit, me besimin e pa lëkundur që kam në të, e di që mund të vi vetëm drita. Vetëm e mira mjafton që unë të di ku jam, ku qëndroj dhe ku dua të shkoj. Kështu që nëse keni dyshime në një moment të jetës tuaj, dini që duke u rritur, vin vetëm duke u shtuar mirësitë, vin vetëm duke u shtuar, duke besuar në vetën tuaj, në atë që ju rrethon, se jeni rrethuar nga dashuria, nga mirësia, në besim në Zot, çdo që vetëm do përmirësohet, pa pikë diskutimi. Dhe kjo është ajo që do marr unë me motrën time në këtë 33 vjetor. Çfarë ju uroj asaj, e di ajo, ja kam thënë asaj, por mbi gjitha ju uroj një zemër të qetë, një mendje të paqët, edhe çdo zemra t'ja japi madhi Zot. Që mbas se janë në formën si e do ajo, apo kur e do ajo, por kam mësuar që Zoti ja jep edhe më mirë se ç'mund ta kërkoj ajo. Për veten time, vetëm gjë që lutem me gjithë shpirt është mos ndaloj kurrë së kërkuari, mos ndaloj kurrë së luturi Zotit, edhe mos të lëkundem. Me vërtet nuk dua të vije edhe të ok, s'ka gjë se bëj herë tjetër, ok, s'ka gjë se jo, këtë jam e vendosur. Dhe për pjesën tjetër kam zemrën plot, dashuria është pjesë e madhe e jetës time dhe urojmë kështu të jetë gjithmonë. Dhe kaq. Shihemi në vlogët e tjera dhe faleminderit me gjitha ju që na lejoni të bëjmë këtë vlog. Vallë Giulia, 33 vjeçë, shihemi.